Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim të YouTube. Unë jam Monda dhe kjo është kanali im, Monda's Vlogs. Tu do të gjeni video nga përditshmëria, shumë informacione që do të ndaj me ju rreth jetesës sime në Turqi. Tani unë vendosa që të nis edhe video në shqip. Normalisht kam edhe video në turqisht. Kush është interesuar mund të shikoj ose kush kupton, nuk kam përkthim shqip. Sot do të tregoj se çfarë do bëj. Unë do dalë për pak, u bëra gati, ndërkohë po pres një 2-3 minuta që të mbaroj të lavatriçja, të vendos në tharse rrobat, që kur të kthehem t'i kem gati. Po shkoj në shoqja që të pim kafe bashk. Më ndiqni. Atëherë, sa po dola. Kjo është kombinimi im sot. Po në dorë kemi edhe këtë qesën për të bësh për të vajtur në supermarket kur të kthehem. Por më përpara do mbledhim mbeturinat që kam lënë në makinë. E kam shumë problem që të shikoj atje vazhdimisht në atë formë. Merhabalar. Okej, erdhëm në makina. Nuk është ndonjë gjë e bukur, po çfarë të bësh që i kam mbledhur se s'mund të rruve. Ndonjëherë harroj dhe nga që jam mësuar, po ju flas edhe turqisht shpesh, kështu që po përsëris videot kur i kap. Këtu kemi mandarina, kemi hari, po kemi çfarë doni ju. Okej. Të po e lidh, po e lek këtu që ta ashtu pak më vonë, ta hedh pak më vonë. Këtë supermarket po e lek këtu, erdha. Jam këtu. Tani. Këto janë muajt e fundit me makinën time të bukur, sepse më duhet ta kthej mbrapsht në Shqipëri. Okej. Shoqen e kam shumë afër, domethënë as 1 kilometër, por duke qenë se rruga është kështu për poshtë për ta pic, diçka e tillë. Doj 20 minuta që unë të bëj atë rrugë, kështu që detyrimisht po shkoj me makinë. Po ja u tregoj rrugën nëse do kem mundësi. Kjo është vetëm fillimi. Ja shkoj si është rruga këtu? Që dalim nga bloku. Gjithsesi unë jam mësuar shumë tani në kjo shtëpi këtu dhe shumë vështirë të mësohem në tjetër vend, nëse zhvendosem. Ja kështu. Koha që kam me vërtet të ngrohtë edhe unë nuk mora gjupë. Tani, shoqes time i ka ardhur vjera. Kështu që kemi dhe vjerën të pranishme në video, por shumë nuk e nxjerr. Të në hap derën zonjë shoh. Një kam shumë frikë edhe ajo sa e shumë vije mbyll. Çikolatayı da açayım sonra sen kaç O, nuk ja, kafe japim Benita. Duda mi le të bësh kafe japim. Do bëjmë kafe. Tani do t'ju tregojmë edhe një misafir. Gjeste? Kamera i devret. Devrin me. Tani dolim për ecje. Hadi, gerçekten gösterim. Ses çıkacak mı? Këtu në lagja. Tani erdha te gratis, një dyqan kështu kozmetik. Është, si them unë, si tip Rossmani ose çka kemi ne atje? Watsons, më duket se e kemi, diçka e tillë. Janë uljet e nëntorit, kështu që do hyj të shikoj një herë se çfarë ka. Nuk e di se çfarë do marr më. Të tregoj pak tani se çfarë mora. Letrat lagura. Ishin gjitha me 60% ulje, kështu që nuk e mbajta dot dorën. Kto janë për e dini vetë. Kjo është një gotë për furça. Këtë mora se dua që të zbraz pak atë vendin e parë atje.
asirtarin, domethënë. Pak të vendos ca furça ta lehtësoj atje. Këto janë kështu për kështu. Okej, janë ç'a I themi ne në shqip? Nuk e di më vlla. Për depilim. Okej, për depilim ta quajmë. Kjo ishte një produkt I ri dhe ka këtë nuancën këtu, shikojeni pak. Kjo ishte edhe për këto mollzat, edhe për buzët. Është shumë cute, prit se do ta hap për pak, po le këtu në qoshe. Pastaj kemi këto shampo për dush. Kemi këtë aromën për shtëpi. Kjo ishte me lotus. Ishte shumë cute, mendoj. Pastaj këto janë gjëra në feçkash. Vjen tani edhe një tjetër dush gjeli. Pastaj, tokët e fundit kam një fiksim të ri. Prita që t'ja tregoj çfarë është. Vjen manikyrët. Duke qenë se unë këtu nuk kam një vend që shkoj, domethënë për të bërthoj njërin tjetrën. Në fakt, për ca shërbime që kam shkuar për shembull nuk kam dalë e kënaqur, kështu që çka kam shërbime I kryej vetë në shtëpi. Edhe në mungesë të erës, për shembull, megjithëse unë thonjë nuk I bëja shumë, sepse nuk I përdor dot, po I bëj me manikyrë tani. Mora këtë, që është në ngjyrë vishnje, kështu si me ndriçim. Kjo gri me xixa. Shikojeni pak. Edhe kjo roza, çiklamia. Më pëlqyen dhe thash ti marr. Se nuk I kisha për ngjyrat. Nora mastika, çamçakës. Ne ande nga Koça I themi mastika, për shembull, jo çamçakës. Mora ca si këto se ishin me ulje. Ja vuta, se më duhen dhe për makinë. Pastaj kemi këtë kolonjë, ç'a I themi ne. Edhe kjo me lavandësh. Edhe së fundmi ishte ky lip balmi, që thoni ju. Pritashi, të gjitha këto që pas, unë pagova 828 lira. Që, domethënë, në qoftë se pjesëtoj me 50, I bie 16.500 lekë. Të gjitha këto I mora për 16.500 lekë. Dhe ishin me 60% ullje, që ta dini se mos e mendoni kështu mua salish. Dale se harova, do të tregoja këtë lipçikun. Kjo ishte produkt I ri, domethënë, e pash në Instagram edhe thash, po e marr. Okej. Iku kjo gjaja. Shikoni pak, ka këtë kështu, këtu është e butë kjo për buzë, edhe kështu brenda është kjo gjaja. Ta provoj unë që tani, apo? Po I bëj me mendje. Nuk e di si më duket. Nëjse. Buckurse që kisha vendosur që në mëngjes kur dola iku, po. Gjithsesi, më duket shumë e mirë kë. Okej, bëra një kështu fitbuke me marule. Proshut, kaçkaval, domate gjati, e kastrove ta turshi, që më vëtes. Edhe ta shtar pak bukë, të presurin të paktën. Mirë mëngjesi. Megjithëse ora është 9:12:30, por në Shqipëri e keni 10:30, kështu që s'ka problem. Unë dola, erdha tek IKEA, në fakt është formë Istanbul. Është e lidhur me bashkë, domethënë është një vend. Është qendër tregtare. Edhe thash të shikoj njerë çfarë bëhet këte. Sepse ka nisur edhe këto të vitit të ri. Kështu që do shoh se mund të marr ndonjë gjë. Ja, këtu në të majtë është Forum, ndërsa në të djathtë është IKEA. Dojmë në autopark. Në fakt, parkova tek vendi për që janë këto
nuk po më vjen se ta them përgjithsesi. Parkova ju në vendin e dur, po tu e kemi pak a shumë si MediaMarkt, për shembull, që ka çdo gjë imobiliare, edhe janë edhe të dekoruara kështu për shembull. Ambientet në varësi të metrit katror. Po ja tregoj këtu tash, shikoj. Kjo shtëpi që do të tregoj tani është 25 metër katror. Shikoj si e kanë organizuar. Këtu është tip bamdhenje. Kjo si balkon. Kalon kuzhinja. Dhe unë këtu. Ja dhe një tjetër. Tu mund të lënë të provoni këto kohë të këtë. Po që adorë dhe nga këto të tre gjëra që tash të marrë. Se... Këtë disma mbushin shumë mendje. Të pi pak kafen se sot nuk e kam pish. Kafeja me preferuar është moka. Mora ka Bargello, është një kështu parfumesh, mora 3 parfuma. 2 femër, 1 mashkull. Ishte shumë e lezetshme e mish. Edhe kishte ofertë merr 3 paguaj 2, edhe unë mora një arom, domethënë njërën, numër 444, që e përdor, mora dhe një tjetër që është shumë e përfolur, thonë që është shumë e mish, 228. Në Shqipëri këto nuk janë, kështu që nuk kam se t'ja u sugjeroj. Vetëm nëse i sjell ndonjë nga faqet e mia dhe mund t'i blini atje.